Anëtarët e manifestit Maqedonas e kanë pritur me akuzat të rënda dhe ofendime ndihmës sekretarin e Shtetit Amerikan për Evropë dhe Eurazi, Victoria Nuland, duke thënë se ajo ka ardhur për të bërë presion për emrin dhe për të dëmtuar identitetin Maqedonas. Drejtues të manifestit shkuan deri aty sa akuzuan se Nuland ka ardhur në Maqedoni për të realizuar skenarin e Ukrajinës. Makedonski manifest ushte ednash se oglasu. Manifesti Maqedonas edhe njëherë shprehet për temën më të ndjeshme Maqedonase sot, emrin. Tani edhe me rastin e vizitës të Victoria Nuland, nuk e dim se çfarë bisedohet me të pas dyerve të mbyllura, por mund të paramendojmë se në ato bisedime bëhet një presion i madh mbi identitetin Maqedonas, që ai krejtësisht të detronizohet me ndryshimin e emrit. Emri ynë është në rrezik të madh, sepse e dim me çfarë vjen Nuland. Ne e pam zonjën Nuland në Ukrainë ku i mbante çelsat e kaosit dhe e pam se çfarë ndodhi pas largimit të saj nga Ukraina, një tragjedi totale. Shpresojmë se tek ne do të jetë më butë dhe nuk do t'i sjellë ata çelsa. Akuzat e rënda u lëshuan ndaj gjithë bashkësisë ndërkombëtare, SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, nuk u kursye as ambasadori amerikan James Bailey, të cilin e quajtën si rënues të sistemeve dhe bashkautor të bombave të Zaevit. Manifesti u shpreh edhe kundër marrëveshjes së 2 qershorit, ndërsa akuzat të rënda lëshuan edhe ndaj marrëveshjes së Ohrit dhe vendeve fqinj me të cilat Brukseli ka kërkuar që Maqedonia të ketë marrëdhënie të mira. Anëtarët e manifestit Maqedonas kërkuan nga politikanët Maqedonas që haptas të dalin dhe të kundërshtojnë të gjitha rekomandimet e bashkësisë ndërkombëtare, si ato që vijnë nga Brukseli edhe ato nga Washingtoni.